vërteta. E nisim me Juerlis. Atëherë, si shikoni këtë qasje të zotit Veliaj për të ankimuar vendimin e shkarkimit në gjykatën kushtetuese, ishte konsideruar, unë e thash, një politike, një luks që ai nuk e kishte që të krijonte një konflikt të tillë me kryeministrin Rama. Por duket se nuk është tërhequr. Mendoj se gjithë ky perceptimi për të mos patur këtë luksin e përplasjes vjen edhe nga precedentet e mëparshëm. Ne kemi figura të larta të Partisë Socialiste, të qeverisjes, zotit Rama, të cilët kanë përfunduar pas hekurave për shkak të proceseve që kanë patur dhe asnjëri nga ata nuk ka zgjedhur të bëjë një përplasje të hapur me kryeministrin dhe me partinë e tij. Kështu që nga kjo pikpamje kishte një precedent, kishte një sër precedentesh, le të themi, që të çonin te ky argument. Në këtë rast, ndoshta zoti Veliaj zgjodhi një rrugë tjetër, edhe kjo përbën një llojërisie për sa i përket konfliktit të brendshëm në mazhorancë. Me thënë të drejtën, nuk është se ne kemi folur shumë kohë për konfliktet e brendshme në mazhorancë, sepse nuk ka patur debat në Partinë Socialiste, të paktën jo publikisht, edhe jemi marrë pothuajse gjithë këto vite me konfliktet e brendshme për përplasjet në Partinë Demokratike dhe në opozitë. Kështu që kjo përbën një risi politike për zhvillimet e brendshme të mazhorancës. Se ku do të shkojë kjo do të shkohet, sepse do të shohim se si do evoluojnë gjërat, por nga është një re, është një përplasje e hapur, tani nuk ka më dilemë nëse zoti Veliaj ka zgjedhur një kompromis të heshtur apo një luftë të hapur me zotin Rama dhe partinë e tij. Në këtë rast jemi të qartë që ai ka zgjedhur variantin e dytë për atë përplasje politikisht, ndoshta nuk ka çfarë humb, ndoshta është në pikën që s'ka çfarë humb, për shkak se mund të ndihet i braktisur nga pothuajse të gjithë aktorët e rëndësishëm të Partisë Socialiste të mazhorancës, nga u ndjej totalisht i braktisur nga Këshilli Bashkiak, të cilët votuan në blok për ta shkarkuar, përveç në një shumë sporadik. Kështu që zoti Veliaj mund të ketë kalkuluar edhe të ketë arritur në përfundimin që ky është një moment që s'ka çfarë humb më. Dhe sigurisht i duhet të tregojë se ka një farë peshje politike në elektoratin e majtë dhe sidomos në Tiranë për shkak të gjithë atyre detyrave që ka patur ai nga kryetari i bashkisë, drejtuesi politik qarku e tjerë me radhë. Dhe ka marrë një vendim të tillë. Se si do të ndikojë kjo në zgjedhjet e dekretuar tani, ndoshta do të flasim, por unë mendoj që ndoshta zoti Veliaj supozon të paktën ose ka mendimin që ka një grup njerëzish ose një grumbull votash që janë besnike të tij. Edhe kjo pasaj mund të ndikojë në rezultatin. Le ti marrim me radhë. Zoti Hoxha, nuk ka se çfarë humb më Erion Veliaj, thot Erlis Qela që kam këtu në studio, ju e dëgjuat. Pyetja që kam është, e para, si e pat ju këtë qasjen e tij për ta zyrtarizuar, le të themi kështu, konfliktin me kryeministrin përmes padisë ndaj aktit të shkarkimit të tij në gjykatën kushtetuese, dhe nga pikpamja tjetër, pyetja që vjen është, mund të kthehet ai në një tjetër Ben Ahmetaj në raport me denoncimet publike ndaj shefit e tij politik? Jo, unë mendoj që Veliaj ka vendosur të bëjë... Ju lutem, na ndihmoni me boksin në studio që dhe të ftuarit kenë mundësi të gjejnë njëri tjetrin. Po edhe njëri ju lutem? Jo, nuk e kisha me ju, e kisha me regjin. Kërkova regjis të na ndihmoj me boksin në studio. Po. Atëherë? Po. Atëherë, unë mendoj që Veliaj ka vendosur të luaj shahun e vetë politik me Ramën, me artikuluesin e vetëm në politikën shqiptare të shahut politik, sepse politika është një lojë shahu. Ai ka zgjedhur mos atakohet direkt me kryeministrin,